është një ndër manjolat e cila ka lullëzimin e saj në një mënyrë të plotë. Dhe ne sot do të flasim për manjolën. Prandaj pranë meje është Nertilda, e cila si gjithmonë na jep këshillat e duhura, por edhe karakteristikat për lulet në përgjithësi, por edhe lulet në veçantë. Përshëndetje Nertilda. Përshëndetje. Faktikisht unë do të shtoja që manjola kjo manjol është një ndër manjolat më të veçanta që mund të ekzistojë, sepse ndryshe nga manjolat që janë të gjelbëruara gjatë gjithë vitit, shumë vjeçaret, jo gjithërënëset. Kjo është një manjol që në periudhën vjesht-dimër ngelet kërcell. Dhe e veçanta e kësaj është sepse e para gjë që lullëzon tek kërcelli, tek pema e kësaj lloji manjole është lulja. Domethënë, në momentin që neve lëm të gjitha lulet e periudhës së dimrit dhe presim që të çelin lulet e para të pranverës, e para që del në shkurt është pema e manjolës që nxjerr të parën boçet e luleve. Dhe ka një cikël të çuditshëm të lullëzimit të saj. Ajo shtie lulen e parë që bën, më pas nxjerr gjethe, mbushet komplet me gjethe si pemë. Ka një periudhë tjetër që nxjerr edhe pak lule më shumë, pastaj jo pak më shumë, po pak më pak nga hera e parë, boçe lule si puna e kësaj. Dhe një moment caktuar ngelet kërcell fare. Periudha e lullëzimit të kësaj manjole është shumë e shkurtër, domethënë është më shumë kërcell se sa e lullëzuar dhe e gjethëzuar. E gjejmë në kolore të ndryshme, rozë, domethënë më tepër në koloret e të bardhës, të ngjyrës së qumshtit, të ngjyrës së purpurt, domethënë tek viola, tek roza, tek kombinimi këtyre dyave të bardhës me viol. Këto janë ngjyrat më së shumti që e gjejmë këtë lloj manjole të çelur. Sigurisht që është një bimë e veçantë, është një ndër ato bimës që për shumë nga ata që adhurojnë lulet dhe janë natyrë romantike dhe preferojnë që përballë shtëpisë së tyre të shohin pse jo edhe pemë të mbetura kërcell, edhe ato kanë bukurinë e tyre për të parë. Kjo është akoma më e bukur sepse është e para që nxjerr lule në kërcell. Edhe nxjerr një lule goxha të madhe, po edhe shumë të bukur, edhe në formën e saj, ka një formë shumë të veçantë. Edhe mbi të gjitha, siç e shikoni, kjo është ngjyrshe, për brenda është e bardhë dhe jashtë është ngjyrë e lila. Duhet të shtojmë edhe këtë që kjo manjol është shumë aromatike. Njësoj si ato, faktikisht manjolat për sa i përket aromës që lëshojnë, nuk duhen veçuar, sepse dhe ato të cilat nuk janë gjithërënëse kanë një boçe më të madhe se sa kjo, një boçe të bardhë, shumë të bukur, por edhe ato e kanë aromën shumë të mirë, shumë të shijshme kur nuhat. Kjo është një bimë që ne mund ta mbjellim në baçe apo edhe në vazo për ta mbajtur në balkon. Shiko, çdo pemë mund të mbahet si pemë dekorative edhe në vazo, përveç faktit që mund të mbillet edhe në terren. E vetmja gjë dhe ndryshimi vetëm që mund të jetë për këto është sepse në terren zhvillohen shumë më shumë se sa në vazo, ndërsa në vazo do të jetë një zhvillim i kufizuar, aq sa mund të kufizoj rritjen e tyre dhe pse jo të përcaktoj deri diku atë rritjen. Gjithmonë në vazo pemët ngelen është si me i pas këmbët në një këpucë. Rrënjtë e tyre si me i pas këmbët në një këpucë. Normalisht e kanë shumë të vështirë të shpërthejnë, e kanë shumë të vështirë të zhvillohen, të ushqehen dhe për të marrë ushqimin e dur. Ndoshta në një vazo ato nuk do të rezistonin për aq shumë kohë sa mund të rrinin dhe në terren, ndërsa në terren ato arrin dhe shpërthejnë në maksimum, hapin rrënjtë e tyre, marrin ushqimin e nevojshëm, bëhen më të bukura se sa ato të vazove. Po për sa i përket ujitjes, duhen shumë ujë apo pak? Ujitja është një bimë që në momentin që do të vihet në tokë, nuk është se në periudhën e vjeshtës dhe dimrit nuk është se kërkojnë shumë ujë, do të mbahet shumë rrallë, ndoshta njërë një javë, njërë në 2 javë, pse jo nëse ka shira të vazhdueshëm, s'është e nevojshme t'ju isësh fare, sepse toka e mban atë lagështirën dhe kultivon. Ndryshe nga vazot, që në vazo po mund të ujiten njërë në 1 javë, 2 javë në periudhën e dimrit vjeshtës. Pra verë pak më shpesh. Njërë në 3 ditë ndoshta, ose në atë të verën, në atë të nxehtën e madhe, 1 ditë po, 1 ditë jo,
Në vazo duhen ujitur më shpesh në verë, ndërsa në tokë mund t'i lësh dhe njërën 3 ditë, nuk është problem. Përsa i përket dhe lules, jam shumë kurioze, ri ashtu gjithmonë në qeljen e saj, apo hapet komplet që tregon të bardhën? Kjo është në këtë fazë që e kam unë këtë ndorë, kjo ka kaluar hapjen nga goxhe dhe është në gjysmë procesit të hapjes. Kjo, se unë tani po bëj një hapje kështu, arrin deri në këtë fazë që hapet si lule dhe pastaj në momentin që arrin këtu mbaron si lule. Do të thënë nuk është se e ka shumë të gjatë lulëzimin. Pra tham që ka dhe lloje të ndryshme të manjolave. Përsa i përket shoh kemi edhe një manjol të bardhë. Ka ndonjë lloj ndryshimi manjola që kemi ne me manjolën që është e bardhë, sepse lulja nuk është një lloj. Lulja nuk është një lloj, të thash varietetet e manjolave mund të jenë të shumta. Përsa i përket formës së lules ose kolorit të tyre. Cieli është një lloj. Ka të njëjtën procedurë rritje, të njëjtën moment, të njëjtën periudhë të caktuar të çeljes së tyre, të lulëzimit të tyre. E vetmja gjë që i dallon është forma e lules, që kjo manjol e ka si në formë stele, por jo me 5 cepa, por me shumë cepa. Dhe është e bardhë, është pak më e hallakatur në hapje. Kjo është estetikisht më e këndshme për t'u parë, më e bukur. Pastaj kjo forma si goxhe e plot të lë ka më shumë sy se sa kjo që është një lule vogël e hapur, meqense dua të theksoj që në pemën e manjolës lulet që kanë këtë hapje janë më të ralla se sa lulet që kanë hapjen e të bardhës. Këto të bardhat mbushen plot, domethënë manjola me këtë lloj lule të bardh hapet dhe mbushet plot. Dhe duket sikur është e tej mbushur, ndërsa këto janë të ralla, të veçanta, por shumë të këndshme për t'u parë. Po dhe janë më të mëdhaja, më përmas. Ertila, unë të falenderojmë. Sot të folëm për një lule shumë të veçantë dhe shumë të bukur, si manjola, e cila gjendet në lloje të ndryshme, por edhe në kolore të ndryshme. Miq të Rezediellit, unë ju them mirupafshim dhe miru takofshim në puntatat e tjera të ardhshme për të flasim për lulet dhe karakteristikat e tyre.